Dashi, klima yjore do të jetë shumë e mirë sot dhe ambienti do të jetë gjatë gjithë kohës i ngrohtë. Nëse keni një lidhje, do i bëni të gjitha përpjekjet për të kënaqur fillimisht veten dhe atë që keni në krah. Çdo premtim që keni bërë do e mbani. Ju beqarët do pëlqeni dikë, por do keni një përzierje mendimesh dhe nuk do dini nëse duhet apo jo të hidhni hapa. Dëgjoni më mirë zemrën. Në punë do i bëni gjërat shpejt dhe mirë. Vërtet do lodheni pak, por përfundimet do t'ju kënaqin pafundësisht. Në planin financiar mos lini asgjë pas dore sepse mund t'ju dalin probleme më vonë. Para hua mos jepni për asnjë arsye. Demi, do jeni si në ajër sot dhe nuk do jeni të bindur për hapat që duhet të hidhni. Nëse keni një lidhje, do e lini pas dore partnerin dhe ai pak nga pak do fillojë t'ju largohet. Reflektoni sa më parë dhe po mundot merrni masa sepse do bini kokës më pas. Nëse jeni beqar, miqt do t'ju krijojnë mundësitë për të takuar një person me vlera e do t'ju bini të mirës me këmbë. Në punë do jeni të qetë dhe të duruar, prandaj gjërat do t'ju ecin mirë. Po bëhet edhe pak më shumë përpjekje do arrini akoma më lart. Në planin financiar do keni mbështetje të madhe nga një antar familje ose nga një mik i afërt. Binjakët, shmangini debatet dhe problemet gjatë kësaj dite dhe mundohuni të jeni sa më pozitiv me çdo gjë. Mërkuri dhe Marsi do t'ju sjellin goxha probleme. Nëse keni një lidhje, do keni kundërshtime me atë që keni në krah dhe debatet do të jenë të vazhdueshme. Ambienti nuk do të jetë në asnjë moment i qetë. Ju beqarët do keni takime, por tek secili do shihni të meta dhe nuk do pranoni të shoqëroheni më gjatë. Në punë gjërat nuk do t'ju ecin sipas planeve dhe kjo do t'ju krijojë stres dhe ankth të madh. Edhe si kur ta keni biznesin tuaj, nuk do arrini atje ku doni. Për financat, yjet nuk do të jenë as pak të favorshme dhe gjendja të mbetet e njëjtë. Gaforja, gjatë kësaj dite mundohuni të ruani vetkontrollin dhe besimin në vetvete, pasi ashtu do e keni çdo gjë më të lehtë. Nëse keni një lidhje, mund të bëheni agresiv dhe të thoni fjalë të gabuara çka do sjell konflikte të rënda me partnerin. Por kujdesin dhe njëri tjetri do mungojë. Nëse jeni beqar, mirë është të merrni situatën në dorë dhe të joshni personat e duhur. Mundësitë sot do të jenë të mira, por duhet të dini të përfitoni. Në punë do bëni gabime të njëpasnjëshme. Edhe projektet e nisura prej kohësh nuk do arrini dot t'i përmbyllni. Buxheti nuk do të jetë i keq, megjithatë nuk duhet ende të shpenzoni shumë. Luani, Marsi do e bëjë më interesante jetën tuaj sot. Do ndërmerrni iniciativa dhe do jeni shumë më të logjikshëm nga më parë. Nëse keni një lidhje, jo vetëm që nuk do të keni probleme dhe debate, por do ndjeni edhe gati për të hedhur hapa më tej. Pasditën dhe mbrëmjen do ja kushtoni posaçërisht atij që keni në krah. Ju beqarët do e keni dhunti joshjen dhe do e keni më të lehtë të afroheni me dikë që pëlqeni. Në punë bëni një bilans të situatës e më pas hidhni hapa. Nëse kërkoni pista të reja, keni për t'i gjetur dhe do arrini sukses të garantuar. Ekonomi nuk do arrini të bëni dot sepse do e keni të nevojshme të kryeni disa shpenzime më tepër. Virgjëresha, Venusi do t'ju nxjisë të jeni më të hapur e më të gatshëm për të diskutuar sot. Ju të dashuruarit nuk do mbani mëmëri për problemet e së shkuarës dhe do e shihni të ardhmen me më shumë optimizëm e hare. Shprehni edhe frikrat dhe mos mbani asnjë ndryshim për brenda. Nëse jeni beqar, do afroheni shumë me një person dhe do ndjeni gati për të dalë më shumë e për të njohur. Në punë ambicia do të jetë shumë e madhe e do arrini çdo qëllim që do i vini vetes. Shumë nga ëndra do t'ju realizohen shpejt. Në planin financiar do i rregulloni që të gjitha problemet që keni pasur fal një shpërblimi të majm që do merrni. Peshorja, Marsi do t'ju stresojë edhe më shumë gjatë kësaj dite e nuk do ndjeni as pak rehat. Nëse jeni në një lidhje, nuk do keni debate shumë të forta me partnerin, por nuk do ndjeni as në harmoni të plot me njëri tjetrin. Nuk do i përjetoni emocionet që keni ndërruar. Nëse jeni beqar, joshja juaj do të japë rezultate, por nuk do ndjeni ende plotësisht të bindur për të ndryshuar statusi. Në punë do filloni gjithçka mirë, por më pas disa kolegë do t'ju acarojnë e do t'ju bëjnë të lini çdo gjë pas dore. Gjendja parave do të jetë shumë delikate. Akrepi, sot duhet të tregojeni më të fortë e më të pathyeshëm sepse shumë do mundohen t'ju rrezojnë. Nëse keni një lidhje, mos i dëgjoni as pak fjalët e atyre që ju rrethojnë, por dashurohuni si ta ndjeni dhe bëni atë që do t'ju duket më e logjikshme.
Nëse jeni beqar, ka mundësi të bini në dashuri me një person me shumë vlera që do t'ju azbukurojë jetën një herë për gjithmonë. Në punë do keni konkurrencë të fortë me disa kolegë. Ai që duron dhe guxon më shumë do të jetë më i fituari nga të gjithë. Në planin financiar do përballeni me vështirësi të vogla, por që do t'ju mërzisin shumë. Shigjetari. Klima në jetën tuaj do të jetë e ngrohtë dhe gëzimi do t'ju shoqërojë gjithkohës. Nëse keni një lidhje, do jeni më bashkëpunues me partnerin dhe për të mos pasur debate mund të pranoni edhe disa gjëra që as që i mendoni të mundura një herë një kohë. Pavarësia e njëri tjetrit nuk do preket për asnjë moment. Ju beqarët do jeni indiferentë e nuk do ndjeni gati për ta hapur zemrën. Në punë ka ardhur koha të fluturoni me krahët tuaja e të mos vareni më nga kolegët. Do i kushtoni rëndësi edhe disa projekteve të lëna pasdore dikur. Me financa do jeni shumë më të matur dhe nuk do keni probleme serioze. Bricjapi. Kjo ditë nuk ka për të qenë shumë e mirë dhe her pas here do jeni me inat. Nëse keni një lidhje do bëni të pamundurën për të qenë partner serioz, besnik dhe i përkujdesur, por do t'ju tërheqë edhe dikush tjetër e pa dashje do e lini pasdore atë që keni në krah. Tundimi do të jetë i fortë. Nëse jeni beqar, ka mundësi të riktheni një dashuri të vjetër, por ndryshe nga më parë me më shumë pasion. Në punë do ndërmerrni iniciativa e nuk do hezitoni të shprehni idetë e mendimet që keni. Shpenzimet mbajini gjithkohës në kontroll për të mos pasur probleme. Ujori. Sot nuk do keni as pak probleme, përkundrazi buzëqeshja dhe gëzimi do rikthehen si dikur. Nëse jeni në një lidhje, do kaloni një ditë shumë më të lehtë nga më parë e do flisni më lirshëm për gjithçka. Në mbrëmje mund të vendosni edhe të bëni ndonjë udhëtim ose të merrni disa vendime. Ju beqarët do e harroni një herë mirë një lidhje të hershme nga e cila keni vuajtur e do filloni të përgatisni veten për ndonjë takim të ri. Në punë do mbështeteni fort te kolegët e besuar e do arrini të përmbyllni me sukses një projekt ambicioz. Me shpenzime do jeni më të logjikshëm dhe gjendja e financave do mbetet nën kontroll. Peshqit. Kjo javë do filloj shumë mirë fal ndikimit të Saturnit. Do shpreheni më shumë dhe nuk do keni as kontraditat më të vogla me njëri tjetrin. Nëse jeni në një lidhje, do keni një ditë të bukur me momente të ngrohta dhe pa konflikte. Nëse jeni beqar, bëjni syt katër sepse në çdo moment mund të ndeshni personin e ëndrave. Shfrytëzojeni çdo mundësi që do t'ju jepet për të dalë. Në punë do keni më shumë vullnet e do jeni më këmbgulës për të arritur atë që dëshironi. Nuk do keni më situata të ndërlikuara. Shpenzimet e tepruara ndalini një herë mirë sepse përndryshe gjendja nuk do të stabilizohet.